Çmimi i naftës në pikat e karburanteve në vend ka shënuar një tjetër rritje duke arritur në rreth 214 lek për litër, nga 206 lek për litër që ishte më parë. Rritja vjen në një kohë kur bordi i transparencës nuk është më funksional, pasi është shpërbër, duke lënë përcaktimin e çmimeve në dorë të tregut. Megjithatë, kjo rritje vjen në një kohë kur çmimi në bursë ka rënë me rreth 11% gjatë ditëve të fundit. Për drejtuesit e mjeteve, rritja e çmimit të naftës duhet të ndalet, pasi kjo rritje do të sjellë efekte zinxhir edhe në produktet e tjera. Po është shumë lart, nuk përballet. Nuk përballet, se do qëndroj sa herë mund të rritet akoma. Vështirësia mund të rritet akoma, ne se dim se çfarë mund të ndodhi. Është shumë, duhet qeveria duhet marrë një masë të shikojë rimbursimin e saj. Është shumë problem i madh. Nga kjo fillojnë të gjitha problemet, të gjitha ngritjet e çmimeve që nga nafta fillon. Nga transportet, nga gjitha se janë me transport, gjitha produktet. Kështu që kjo është një ngërë që duhet zgjidhur patjetër se nuk përballet në asnjë mënyrë. Nga një vëzhgim në subjektet që tregtojnë fruta perime në qytetin e Korçës, nuk vije të re rritja e ndjeshme e çmimeve për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Kjo pasi sipas tregtarëve shumë produkte kanë çmime më të lira pasi janë sezonale. Nga ana tjetër, rritjet e çmimeve kanë pësuar produktet që nuk janë të sezonit, si dhe ato që vijnë nga importi. Normale që ka rritje, është ndjej mungesa sepse s'ka aftësi blerëse, s'ka fare. Janë produktet më të shtrenjta që shisni? Jo, nuk janë edhe aq. Tani që ka dalë prodhimi i vendit nuk se është aq. Ato që vinë nga jashtë normal që janë më të shtrenjta. Ndikon çmimi i naftës? Ndikon patjetër po. Patjetër që ndikon. Po ka ndikuar te produktet që nuk janë të stinës, për shembull, limoni, portokalli, ndërsa këto që janë të stinës, domatja, kastraveci, këto kanë ulje tani sepse del prodhimi i vendit. Qytetarët janë të mendimit se duhet ketë një regulator sa i takon çmimit të naftës, në mënyrë që të mos krijohen rritje abuzive, të cilat dëmtojnë tregun dhe konsumatorin.